Përshëndetje zoti Rustemi, shumë faleminderit që pranuat ftesën në këndin e intervistës në Rruga Pres. Përshëndetje juve, ju falenderit shumë për ftesën. Unë sot kam një pyetje thjesht për një temë që është goxha e rëndësishme. Si e vlerësoni ju lirimin e serbëve, cilët në bazë materialeve që u janë sekuestru, tregonin lidhje me grupin terrorist Radojqiqi që bani edhe sulmin në Banjsk, dhe gjithashtu dhe lidhjet e tyre me sigurimin e Serbisë. Aq më tepër kur kryeprokurori Isufaj ka deklaruar publikisht se ai është personi i cili e ka hequr dhe flet arrestin e Radojqiqit. E pakta që mund të thuhet që në fillim, një veprim dhe një vendim i tillë është padyshim absurd. Pa u lëshuar në detaje të vendimmarrjes, po kur kemi parasysh që bëhet fjalë për të arrestuarit të cilët kanë ndërlidhje me kryeterroristin Milan Radojqić dhe si bashkëpunues edhe në aktin e agresionit dhe të sulmit terrorist në Banjsk, prokuroria e Kosovës do duhet kishte çështje krejtësisht tjetër dhe shumë më të vëmendshme. Lirimi i 10 të arrestuarve po në ditën e arrestimit dhe 2 të tjerëve brenda 24 orëve flet shumë për rolin e sistemit prokurorial, do të thënë unë, që nuk po përmbush përgjegjësitë ligjore dhe kushtetuese që ka. Megjithatë, brenda një kuadri më të gjerë, nuk sepse nuk është vetëm ky rast, ka pasur edhe raste të tjera kur bëhet fjalë për të arrestuarit që ndërlidhen që qoftë me sulmuesit e policisë Kosovës dhe të pasurisë publike dhe private në veri të Kosovës, por edhe këtyre elementeve tjera të ndërlidhura me Radojqićin. Sistemi i drejtësisë në përgjithësi nuk ka përmbushur rolin shtetëror që ka. Ne jemi në një situatë kur vendosmëria dhe përkushtimi i policisë Kosovës për të eliminuar elementet e grupit të Radojqićit në Kosovë, por edhe përkushtimi i qeverisë Kosovës për të garantuar integritetin shtetëror të Kosovës dhe për të garantuar respektim të kushtetutës dhe të ligjit të Kosovës në tërë territorin e Kosovës, nuk po shoqërohet me një lloj përkushtimi të njëjtë edhe të sistemit prokurorial të Kosovës dhe të gjykatave të Kosovës. Duhet ta theksojmë që Prokuria e Kosovës dhe Gjykata e Kosovës janë mekanizma shtetërore të cilat duhet të mbështesin përkushtimin e institucioneve të tjera ligjzbatuese në këtë angazhim për të shërnjosur çdo element të grupit të Radojqićit në Kosovë dhe për të garantuar natyrisht paprekshmërinë e integritetit territorial të Kosovës. Po për më tepër, domethënë veprime të tilla jo profesionale të prokurorisë së Kosovës dhe të gjykatave, siç ishte rasti i fundit, zhvlerësojnë edhe vetë policinë e Kosovës, zhvlerësojnë edhe vetë veprimet dhe aksionet e policisë Kosovës, por ekspozojnë edhe qeverinë e Kosovës, do të unë, para partnerëve ndërkombëtar, sepse kemi një shpërputhje radikale, do të unë, në mes të përkushtimit, profesionalizmit, vendosmërisë së policisë Kosovës për të garantuar që këto elemente të ndërlidhura me grupin e Radojqićit nuk kanë vend në Kosovë dhe një çështje krejtësisht shpërfillse të butë justifikuese të nxituar të prokurorisë dhe të sistemit të drejtësisë në përgjithësi. Prandaj domethënë vendimi i fundit ishte jo i habitshëm për shkak se nuk ka ndodhur më parë, por vërtet ishte le të themi shqetësues për nga lehtësia e vendimarrjes, nxitimit për të liruar dhe arsyetimit shumë sipërfaqësor dhe të shkëputur nga relevanca që përbën të ky aksion i policisë dhe rreziku që përbënin ky grupi të arrestuarve.